Zoti Balla, sot është dita e fundit për të mbështetur me firma deputetësh një kandidat për avokat populli. Ju keni zhvilluar më herët një mbledhje të grupit parlamentar. A ka publikisht një emër Partia Socialiste që do të mbështes për avokatin e popullit në kushtet kur sot në mesnatë përfundon afati? Atëherë, në respekt të traditës shumë vjeçare, Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar nuk do të propozojë një kandidat. Pra nuk do të ketë, ne nuk do të mbështesim deri në këtë afat me firmat tona një kandidat, por do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Pra, unë nuk di ende për shkak se nuk ka përfunduar afati sa kandidatura janë depozituar deri tani, por ajo që di është bërë dhe publike dhe nga ana juaj, janë disa kandidatura që kanë mbledhur firmat nga deputetët e opozitës. E vërteta është se ligji për avokatin e popullit nuk imponon kushtin që një deputet të firmosi vetëm për një kandidat, pra lejohet që një deputet firmosi për më shumë se një kandidat. Atëherë në këtë këndvështrim të presim deri sot dhe nesër pas nesër në ditët vijim, pasi të kemi shqyrtuar në grupin parlamentar, këtë kemi vendosur në mbledhjen e sot me të grupit parlamentar, të shohim kandidaturat që janë propozuar nga opozita dhe më pas do të komunikojmë se cilën prej atyre kandidaturave ne do të mbështesim. Një nga ato emra të cilët kanë aplikuar deri më tani dhe janë bërë dhe publik, a ka Partia Socialiste një të pëlqyer, domethënë, a do ta zgjedhë Parlamenti një avokat populli një nga këto kandidatura të cilat janë deri më sot? Parlamenti zgjedh kandidaturën që merr 84 vota ose më shumë. Ajo që po ju thoja është që ne do të shprehemi për këto kandidatura në momentin që përmbyllet afati. Pa u përmbyllur ky afat, ne nuk mund të shprehemi për shkak se mund të jenë edhe kandidatura tjera më të mira ndoshta edhe që këto që janë depozituar. Zoti Balla, a rrezikon që sërish avokati i popullit të mos zgjidhet në kushtet kur ju e keni lënë në dorë të opozitës një prej kandidaturave? A do të ketë këtë radhë Partia Socialiste ndryshe nga e shkuara kur ka refuzuar në votim të votojë një kandidat të caktuar? Këtë radhë të votoj një emër të caktuar i cili ka marrë besimin dhe firmat e opozitës. Pra, mazhoranca është e vendosur që në fund të këtij viti të shkojë me avokatin e ri të popullit? Unë prandaj po bëj këtë komunikim publik përmes jush edhe me opozitën. Pra, besoj që është më e mira e mundshme në këto kushte që ne jemi tërhequr nga propozimi dhe të votojmë një prej kandidaturave propozuara nga opozita. Për shembull, Edris Çabani do ishte një nga kandidaturat që do ta vlerësonte dhe votonte Partia Socialiste? Unë nuk i kam parë ende të gjitha kandidaturat dhe ajo që po komunikoj me ju është që kam komunikuar dhe me grupin parlamentar që kam nderin të drejtoj, është që pasi të kemi listën e plot kandidaturave, pasi komisioni për çështjet ligjore të marri listën e kandidaturave, të vlerësoj nëse i kanë përmbushur kriteret në kuptimin numrin e firmave. Ka një ditë kuqe Partia Socialiste, për shembull kur votua Ledio Bravo. Të lutem, përse i doni të gjitha përgjigjet sot? Atëherë thatë se nuk do të votoni një avokat partia. Të lutem. Ka një ditë kuqe këtë herë? Atëherë për ta bërë kronikën e plot, prisni pasi të mbyllet afati ditës sot. A keni një komunikim me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ajo kanë kërkuar ata? Jo, nuk kemi asnjë komunikim. Por ju e dini që ai fakt është që ne nuk po investohemi me mbështetje dhe shpresoj shumë që Partia Demokratike tani për kandidatët që kanë mbështetur me firma, ti mbështesi ata dhe në seancë plenare. Kartonave, keni një kriter të panegociueshëm, zoti Balla? Pra një kriter që do ta kushtozonte mbështetjen që opozita i jep një kandidat të caktuar. Tani e para është që kriteret i ka përcaktuar ligji dhe kushtetuta. Ndonjëherë dhe mazhoranca për raportin e kartonave. Ndërsa sa i përket votës së deputetëve të Partisë Socialiste,
kjo do të jetë pas një vendimi politik të grupit parlamentar pasi të kemi parë listën. A do të kemi edhe njerëz zoti Balla, dua ta qartësojmë. A do të kemi një avokat populli? Unë shpresoj që do ta kemi dhe jam i bindur që do ta kemi avokatin e popullit brenda këtij sesioni të kësaj legislature, me shpresën që deputetët që kanë firmosur për kandidaturat ti qëndrojnë firmës tyre dhe në seancë. Nëse ata nuk votojnë, ju me 83 votat e juaja plus partive të cilat ju mbështesin dhe kanë dhënë votën gjithmonë në parlament, a do ta votoni një nga kandidaturat? Cila do qoftë ajo? Unë dua që kuvendi të zgjedhë një avokat populli të propozuar nga opozita dhe të mbështetur nga shumica. Sepse emrat që do të vinë në parlament do të thotë që i kanë plotësuar kriteret ligjore, zoti Balla. Po pra dakord. Që do të thotë një nga kandidatët do duhet votohet po patjetër. Unë këtë po them, ti e ke propozuar, ne po e votojmë, hajde ta zgjedhim. Ka një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës për një emër caktuar, duke bërë ju një hapas dhe duke u tërhequr mos mbështetur me firma një kandidat caktuar në këtë mënyrë? Nuk ka asnjë nga këto lloj supozimesh. Unë mendoj që qasja jonë është qasja më e mirë e mundshme. Pra, nëse ne do të ishim investuar me firma për një kandidaturë, atëherë do të ishte një imponim me votat e shumicës. Fakti që ne nuk po mbështesim një kandidaturë tregon që ne duam të ecim me një traditë, në një formë tjetër kjo, po një traditë e konsoliduar parlamentar. Unë kujtoj këtu shumë vite më parë, në vitin 2012 për shembull, që ne ishim në opozitë, ne propozuam disa kandidatura, më pas u investuam me firma për njërin kandidaturë dhe ajo kandidaturë u votua. Zoti Balla, kam një pyetje jashtë avokatit popullit. Partia Socialiste ka përmes deputetit Olsi Komici ka depozituar në parlament disa propozime për të ndryshuar ose për të ndërhyrë në disa ligje të reformës në drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, u tregua i prerë kur tha që ne nuk votojmë asnjë ligj, asnjë propozim që prek reformën në drejtësi. Pse ishte nevojshme këto propozime nga ana e Partisë Socialiste dhe cili është qëndrimi juaj? Besoj që jeni gjithë ndjeni që Shqipëria është angazhuar në një proces të rëndësishëm për afrimin legislacioni me aki komuniter dhe po ashtu janë njësër rekomandimesh që vinë nga Komisioni Europian që kanë të bëjnë me ato që quhen interim benchmarks, pashkuar dhe shumë shpejt do të shkojmë dhe në ato që janë closing benchmarks. Propozimet e depozituara nga deputeti Olsi Komici janë propozime të konsultuara me ekspertët dhe janë po ashtu të konsultuara në proces konsultimi dhe deri kur të kalojnë seancë do të jenë plotësisht konsultuara edhe me Komisionin Evropian. Pra nuk janë ndërhyrje të njëanshme të shumicës, por janë nevoja të përmirësimit të gjithë paketës që lidhet me reformën në drejtësi. Kështu që në këtë këndvështrim qetësojeni zotrin, po unë s'kam ku e takoj, ti e takon më shpesh. Zoti Balla, kur mendohet për të bërë një paketë ndryshimit për sa i përket ligjeve të reformës në drejtësi, jeni bërë bashkë pak në legjislaturën e shkuar Partia Socialiste me Partinë Demokratike. E keni ngritur një grup, ka qenë edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike për të ndryshuar disa nga ligjet të cilat sipas jush kërkohen për të ndryshuar dhe duhet. Jo, tani e keni bërë në mënyrë të njëanshme, e keni depozituar pa patur një konsultim. Para është që kushtetuta rregullore e Kuvendit ka përcaktuar mënyrën se si depozitohen, ndërkohë që për ndryshime të vogla, që nuk prekin thelbin, por përmirësojnë procesin, besoj që inicimi i një drafti nga një deputet është një hap i mirë për të diskutuar. Unë i ftoj të gjithë deputetët, jo vetëm deputetët e opozitës, por dhe deputetët e shumicës, apo edhe deputetët pavarë, të shkojnë në komision, të diskutojnë, por në respekt të pyetjes kolegu tuaj Myzyrej, ju sqarova që ka ndryshimet e propozuara dhe këtu po sqaroj për ju që nuk ka dhe plot ndryshime të tjera të depozituara nga deputet
të Partisë Socialiste, sikurse edhe nga deputet edhe të Partisë Demokratike, janë një pjesë e këtyre ndryshimeve vinë në funksion të përmbushjes nga ana e Shqipërisë të disa kushteve që kanë të bëjnë me negociatat me antarësimin e Bashkimit Evropian, sepse siç patëm le të themi një rekord historik nga ana e Shqipërisë në hapjen e kapitujve, tani po bëhemi gati për mbylljen e kapitujve. Dhe për të mbyllur disa kapituj, pavarësisht se të paktën kapituj që lidhen me 23, 24, 25, janë kapituj të cilët kërkojnë më shumë kohë, por e rëndësishme është që ne Kuvendi të plotësoj detyrat e veta. Ua kam thënë në komunikimin tim të parë me ju, që nga momenti që jam rikthyer në krye të grupit parlamentar, Kuvendi ka një pjesë të rëndësishme të detyrave të shtëpisë Shqipërisë në kuadër të procesit të antarësimit Bashkimit Evropian, nga shtatori 2025 deri në, le të themi, në krishtlindjet e vitit 2027, do të jenë mbi 500 ligje të cilat duhet të miratohen Kuvendit Shqipërisë. Po, në emër të Bashkimit Evropian, por ka një perceptim, ju thoni në emër të Bashkimit Evropian, por ka një perceptim Nuk thash në emër, ideja për të parafruar me licitacion. Mos më vër në gojën time gjëra që nuk i thash. Për të parafruar licitacionin shqiptar në ato të Bashkimit Evropian, dhe shumë prej tyre të cilat janë depozituar në Kuvend bëhen në emër të integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Po jemi votuar për këtë. Por në një moment kur drejtësia tashmë ka prekur si nga Partia Socialiste, gjithashtu dhe nga Partia Demokratike, a duket kjo dhe është një perceptim që është një shenjë hakmarrë dhe politika mund të bëhet bashkë kundër drejtësisë? Domethënë vjen keq. Jo vetëm për këtë, zoti Balla, por a rrezikon? Po s'ka lidhje fare. Unë jam të fol për diellin, ti je duke folur për spakun. Jo, po s'ka lidhje, prap. E para është s'ka lidhje fare kjo që sapo the. Po pra, se bëhet për këtë, janë për çështje të tjera, për të përmirësuar punën në disa gjykata dhe prokurori dhe për të, le të themi, për të zgjedhur disa ngërçe, për shembull, ju e dini fare mirë që në gjykata për shembull nuk ka drejtues, për shkak të një ngërçi që ka ligji. Dhe Kuvendi i Shqipërisë është autoriteti vetëm që bën ligje në Shqipëri, nuk ka institucione tjera që bëjnë ligje. Dhe tjetra është, ju lutem, të paktën mos krijoni lidhje që s'ekzistojnë. Pra, Kuvendi i Shqipërisë i di detyrat e veta që ka në kuadër të këtij procesi dhe siç u thash, po jo rishpreh. Përmbushja e detyrave të shtëpisë nga ana e Shqipërisë lidhet me ndryshime legislacioni. Jemi thjesht në ditët e para apo në javët e para të një pune intensive. Unë kujtoj, e kam ndjekur me shumë vëmendje vitet 2011-12 në Kroaci. Kur Kroacia bëi gati për të antarësuar në një korrik të vitit 2013. Kështu që nuk është se po shpikim diçka, është thjesht janë disa detyra shtëpie që Shqipëria duhet i bëjë. Dëshira ime, dëshira e shumicës është i bëjmë bashkë me opozitën dhe shpresoj që t'i bëjmë bashkë me opozitën. Tani kur dëgjoj kur tha me të drejtë kolegu ju e Myzyraj që kishte një deputet që është kryetari i Partisë Demokratike sot dhe të dëgjosh që ky flet për i shqetësuar për reformën e drejtësisë, pastaj këtu ka diskutime tjera, po që nuk do të marrin vëmendjen e publikut. Zoti Balla, duke qenë se kryeministri Rama e ka cilësuar SPAK si një drejtësi të re dhe të brisht, kryesisht pas çështjes me zonjën Balluku, zëvendës kryeministre, a mund të lindë nevoja që socialistët ndryshojnë edhe ligjin për SPAK-un apo ndoshta të ndërhyjnë disi për ta formësuar akoma edhe më mirë këtë drejtësi të brisht siç e ka cilësuar kryeministri? Përsëri i vut në gojë kryeministit diçka që nuk e ka thënë kështu siç e thotë. Drejtësi të brisht. Lutem. E para është që në vlerësimin ton SPAK ka bërë dhe vazhdon të bëjë një punë të shkëlqyer në luftën. Por me brishtësi. Ju lutem. Padyshim kush punon gabon thot populli. Edhe mund të ketë edhe në po që mos të gabojnë të ardhmen. Po të lutem aty. Ju keni drejt bëni pyetjen, lutem leni të bëj edhe unë përgjigjen. Sa i përket rastit në fjalë, kryeministri ka qenë shumë i qartë, ka pasur një vendim nga gjykata për pezullimin e një ministri
në vlerësimin e kryeministit, po edhe unë edhe pas 21 vitesh në Kuvendin e Shqipërisë, mendoj që nuk e ka një kompetencë të tillë gjykata të pezullojë një ministër, sepse kushtetuta sipas nenit 103.3 e ka barazuar ministrin me deputetin sa i përket imunitetit, që do të thotë as deputeti nuk pezullohet nga ushtimi i aktivitetit e përpasoj as ministrin. Megjithatë, për fat mirë gjithë rendi kushtetues në Republikën e Shqipërisë e ka përcaktuar qartë që kur ke një ankesë për këtë shkon në një instancë si është gjykata kushtetuese, të presim gjykatën kushtetuese të pret. Ose përforcon dhe ndryshon ligjin përmes një amendamenti. Gjykata kushtetuese, gjykata po mirë më tash kufiri për mos të ndërhyrë në kompetencat e ekzekutivit. Ti merr, po ti zëvendëson Nostradamusin edhe fillo parashiko se ç'do ndodhi, po jo më un po them skenar, un po them ç'a do ndodhi, un po them, ta përforconi dhe mund ta sanksiononi në ligj. Mirë, dakor, do konsultohemi me ju dhe do ju themi. Jo, Faleminderit.